Ushqime që japin refluks nuk ka. Refluksin, thash dhe njërë, e jep anatomia, e jep dhe mingarkesa e stomakut. Përsa e përket pijeve me gaz, këtu unë dua të ndaloj në një sens, se e shoh gjithmonë që edhe ju në media dhe të tjerë pije me gaz. Pije me gaz bëndojmë. Çfarë konsideroni ju pije me gaz? Frika ime mos më përgjigj. Frika ime është që pije me gaz që quheni Coca-Cola, Sprite, njëra tjetër. Një sekond. Ujë me gaz është pije me gaz? Ujë me gaz është pije me gaz. Ujë me gaz është i dobishëm dhe nuk bën asnjë dëm organizmin njerëzor. Përkundrazi, nxit peristaltikën dhe ndihmon zbrazjen edhe digjerimin në stomak. Nuk mund të themi ne që Coca-Cola ose Sprite ose që tash mos bëjmë anti-reklam gjithë tyre janë pije me gaz dhe prandaj bëjnë dëm. Jo, ato nuk e bëjnë dëmin se janë pije me gaz. Ato e bëjnë dëmin se janë pije me sheqer të shtuar. Dhe ky është dëmi që shkaktojnë ato. Pra gjithë kjo gama e këtyre kanoçeve dhe shisheve është dëmi është që janë pije të cilat përmbajnë sheqer të shtuar, ngjyrus, kolorant dhe lloj substancash të cilat janë të dëmshme për organizmin njerëzor. Nuk është gazi dhe nëse i klasifikojmë pije me gaz, ne ndërkohë edhe ujin me gaz që ti se ke këtu. Ujë me gaz e klasifikojmë bashkë me ato, jo se është vërtet. Ujë me gaz është ujë me gaz. Nuk bën asnjë dëm, përkundrazi është shumë i dobishëm.